gjithë e dim që 17 vjeç jemi në oren e tjera me radhë. Unë jam që kritik me Jamalin, sepse tani po shifet Jamalit si një ardhshme shumë e mirë, pra një ardhshme shumë e sigurt drejt atij lojtarit perfekt. Atëherë futem në balans me Messin, me Ronaldon. Krahasojmë 17 vjeç Messin dhe Ronaldon, nuk kanë pasur asnjë aspekt të tillë psikologjik, pra këtë anën delirante e tjera me radhë. Por them që në portretin e një futbollisti, përveç anëve të mira që ka teknike, fizike, talentin, hyn dhe pjesa psikologjike. Se kjo e kompleton, mund të mbështesni dhe mund të më kundërshton. Kjo e kompleton lojtarin që e çon në maj. Pra në qoftë se nuk ka një element mirë psikologjik, pra këtë delirin që e ka shumë të madh, e ka theksuar. Thonë që do t'ja kultivojnë, do t'ja heqin. Është shumë e vështirë. Rasti Balotelli është studiuar dhe merret si etalon për të gjithë. Ne ja shpjegojmë futbollistëve, themi si ky është rast që nuk rregullohet. Dhe Adriano mos gaboj, braziliano. Pra karakteri lind dhe nuk zhvillohet. Nëse e ke të lindur, e ke, nëse është vështirë për ta rregulluar. Dhe kjo mua nuk më pëlqen, nuk më plotëson atë kornizën që duhet për një futbollist që plotësoj gjithë ato kushtet si Messi dhe Ronaldo.